përshëndetje për stafin më të mirë. Unë mendoj që shumë keqardhje që s'jam me këtë përbërje që jeni aty të gjithë. Duke filluar nga Ismeti deri te Visari, të gjithë janë panelistë të cilët unë kisha pas kraq. Ta japë, ma livdo provë se ta japë votën, pa problemet, e ki votën tonë. S'ki nevoj me na livdu. Ka fillu fëshata në televizion, prof, të jetë të bo fëshata? Jo, sinqerisht, po vjen keq që s'jam sonte aty me këta msafirë që keni, por si do që t'jetë, na ma shpesh do t'jemi me Ismetin, tash do t'jetë, pajtona me atë që tha Ismeti, kemi nevoj për një emision sportiv i cili edhe do të ketë informim, edhe do të ketë relaksim, edhe do të ketë arktim, çdo gjë nga pak edhe pak më profesional, prof. Edhe arsimin e përshëndes shumë. Edhe arsimi edhe pse voton diku tjetër ndoshta, por unë besoj që do të mundona me Prof, demokracia një mirë. Kem shok vetëvendosje, i rekomandoj me të votu tyje. Kështu që japet një argat të bëj. Faleminderit Arsim shumë. Kurse me drejtorin sportiv që e kam në klub është kënaqësi me punu me një profesionist çfarë është Sami Borosi, kam vërtet shumë fat edhe unë prej përvojës time shumë gjatë që kom pas në klubet sportive, vërtet është njëri prej drejtorëve të rrallë i cili ka vizion të qartë në bërjen e ekipit. Prandaj ne do t'jemi rival ndoshta në politikë, por shumë i sigurt jam që do t'kemi bashkëpunim të gjerë dhe bashkëpunim të ngushtë për punë të mira që vinë në klubin futbollistik Malishevi. Mos e një